M5 E60 V10, gjithë e kanë kërku, edhe unë e kam kërku si ju, se edhe unë e kam qef, shumë makinë e mirë. A kupton, mund t'jesh me shumë makina më të shpejta, a kupton, mund t'kesh RS7-ën e re, S8-ën e re me stage, i ndron marshet, nuk është ai agresivitet i madh, kurse kjo të godet bam bam, edhe është zhurma V10-s në sfond pastaj nuk e replikon dot me çado lloj vej marmita boj me zhurmë me plasje ato të tjera, nuk krahasohet marmitat me plasje me zhurmën e kësaj V10-e. S'kishim rrugë më shumë kthesa, se kjo edhe në kthesa e ka atë lezetin e vet. Aty është shumë e shpejtë, edhe në kthesa është kafsh fare. Nëse i keni makina që i keni pas ëndër, mos e kufizoni veten ose mos u shtyni nga fjalët e njerëzve që jo zbohet, jo është gjithë probleme. Probleme kanë gati kreta, edhe kjo ka. Kjo është makinë performance, ka pak më shumë se të tjerat. Po nëse e ke qef, nëse i ke pasion makinat, ja ble me harxhu lek tek këto lloj makinash, tek këto që s'vin mo. Se s'është puna vetëm tana monetare, puna është edhe kënaqësia. Ndesh me makinë të veçantë që pak veta e kanë në rrugë, edhe me performance që sot ndoshta i Golf ja kalon me stage 1. Si repliko, V10, ku do gjesh V10-ën sot? S'ke ku e merr. Kafsh makinë. Kush ka na njërin më 6 tash ta provojmë.